Përshëndetje. Ministri Ervin Hoxha nuk mund të ishte i ndryshëm nga pararësit e tij në atë detyrë, të cilët janë në burg, a nën hetim, apo të tjerë kolegë të tij në qeveri. Hoxha nuk është futur ende tek ata që han kumlla mbas shpinës kryeministrit, por ati i shkon për 7 shpreha tjetër popullore, she rushin e piqet. Sikurse socialistët e tjerë në qeveri që rilindën hajdutërinë, Hoxha përdor kompaninë në emrin e të ëmës së tij të moshuar për të përfituar para publike. Nëna 70 vjeçare e ministrit Hoxha rezulton pronare e subjektit tregtar, Veba 45 SHPK, me objekt administrimi i parkimit dhe lavazhit të automjeteve pranë Hotel Rogner. Administratori të njëjtit subjekt është vëllai i tij, Darling Hoxha, njëkohësisht drejtori i Drejtorisë Rajonale OSSH Tiranë. Në zbatim të ligjit për konfliktin e interesit, nenet 27 dhe 35, në rast se aksionet apo pjesë të kapitalit janë të regjistruara në emër të personit të lidhur, ato vlerësohen njësoj sikur të ishin të regjistruara në emër të vetë zyrtarit. Jo vetëm që personi i lidhur me zyrtarin ushtron veprimtarinë tregtare, por, sipas spending data, rezulton se subjekti Veba 45 ka përfituar fonde publike nga institucione të ndryshme shtetërore, përfshirë ato ku ka patur marrëdhënie pune ministri Hoxha, konkretisht Administrata Qendrore e Inspektoratit Shtetëror të Punës, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Agjencia e Zhvillimit të Territorit, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Komisionerët Publik, Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjelljes Kanalizimeve e të tjerë. Nuk është çudi që blerjet e vogla deri 10.000 euro të ballukut për larje automjeti të kishin objektiv dërgimin e parave publike në ndërtesën në krah të kryeministrisë, ku ndodhet lavazhi i familjes së ministrit Hoxha. Prandaj dhe specifikimet teknike të procedurës i përshtateshin fiks lavazhit dhe parkimit të Veba 45 SHPK. Sapo lajmi mori dhënë dhe u denoncua nga lideri i opozitës profesor Dr. Sali Berisha, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë anulloi menjëherë procedurën me justifikimin se dokumentat përmbanin gabime dhe mangësi të rëndësishme dhe nuk e publikuan më. Nuk ka mbetur asnjë centimetër atë dheu të cilin këta nuk duan ta zhvasin. Nga deti në mal, nga gradacelat deri te parkimet apo lavazhet poshtë tyre. Partia Demokratike i bën thirrjes pak të nisë hetimet për të ballafaquar çdo shkelës me ligjin. Faleminderit.